Agon Amiga I thot lam të mirë muzikës. Reperi Agon Amiga është komentuar goxha së fundmi. Kjo marrë shkas nga albumi bashkëpunëtorit të tij shumëvjeçar, Getit, në të cilin e priste shumë kush, sidomos nostalgjikët e tingullit të tretë. Megjithatë, pavarësisht se me disa që Geti u hatërua ndër vite, ai I rregulloi raportet. Me Agon Amigën as ky projekt I rëndësishëm nuk I shkrijua kujt. Dy ish miqtë e vjetër vazhdojnë të mos flasin me njëri tjetrin. Por, Agon Amigën mos e prisni as vetëm apo me dikë tjetër në bashkëpunime. Ai momentalisht nuk ka asnjë interes të sjellë projekte të reja. Fokusi kryesor I tij nuk është më muzika, por krejt diçka tjetër. Agon Amiga është këngëtar dhe autor këngësh mjaft I njohur. Emri I vërtet I tij është Agon Sulejmani dhe ka lindur më 28 korrik 1982. Agoni bashkë me Getoarin formuan grupin Tingulli Trend në vitin 1995. Ata të parët në rajon formuan labelin Baba Records, ku bashkuan edhe Kaos, Viagra, Skills et. Më datë 1 dhjetor 2012. Kozman publikon videoklipin Dojnë This, në bashkëpunim me Agon Amiga dhe Skivi. Muzika e këngës u punua nga Zap Antris. Teksti u shkrua nga Baba Stars, ndërsa për orkestrimin u kujdes Zap Antris. Më datë 2 korrik 2014. Ronela Hayati dhe Agon Amiga publikojnë videoklipin Veç Na. Muzika e këngës u punua nga Zap Antris. Teksti u shkrua nga Getoar Selimi, ndërsa për orkestrimin u kujdes Zap Antris. Më datë 23 maj 2015. Agon Amiga publikon videoklipin Amg. Më datë 25 korrik 2015. Afërdita Dresha publikon videoklipin Topless, në bashkëpunim me Agon Amiga. Muzika e këngës u punua nga Blero. Teksti u shkrua nga Agon Amiga, Dastid Latifi. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.